Shqipëria nuk është një vend prej të cilit azil kërkuesit pra do të njihen si azilant, po sigurisht që Gjermania ka nevojë për fuqi punëtore të kualifikuar dhe mendoj që Shqipëria bën pjesë në ato vende që mund ta ofrojë këtë fuqi punëtore. Kjo deklarate e kancelares gjermane Angela Merkel ka nxitur reagimin e fortë të opozitës, e cila si kryefjalë në sallën e parlamentit kishte çështjen e azilantëve shqiptar. Ish kryeministri Sali Berisha akuzoi në mënyrë të drejtë për drejtë qeverinë e Edi Ramës si shkaktare të eksodit masiv të qytetarëve shqiptar drejt vendeve perëndimore. Janë dëshmia më flagrante e një krize të thellë sociale të provokuar nga një keq qeverisje. Se ekziston kur azili ekonomik. Nuk ekziston. Ata që shpikin këtë term, ata gabojnë shumë rënd dhe inkurajojnë eksodin. Asnjë shqiptar, asnjëherë, azili është politik, mirëfilltas politik. Dhe ata kanë zgjedhur këtë. Numri i lartë i azilantëve shqiptar rrezikon një nga hapat më të rëndësishëm të Shqipërisë, atë të heqjes së regjimit të vizave, theksoi me shqetësim Sali Berisha. Dalin zëdhënësat qeverisë e thonë nuk ka rrezik vendosja e vizave. Absolutisht po. Kjo kërkon reagimin e menjëhershëm të qeverisë shqiptare, ndaj Sali Berisha bën këtë propozim. Parlamenti të krijojë një komision ku të vlerësojë një seri masash të domosdoshme për të ndalë këtë fluks, këtë eksod. Gjermania mban vendin e parë në Europë për nga numri i kërkesave të azilantëve, ku një numër i madh vjen edhe nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Vetëm nga Shqipëria, sipas Institutit të Statistikave, më shumë se 25.000 qytetarë shqiptar gjatë 2015-s kanë kërkuar azil, por kërkesa për azil ka edhe në vendet e tjera të Europës e jo vetëm. Në emër të majorancës, përgjigjen opozitës ja ka dhënë deputeti Ulsi Manja. Triqet doktori se banorët e Kalas Dodos ja dhanë përgjigjen me datën 21 qershor në komunën e Kalas Dodos për 3 mandate radhazi. Partia Socialiste është forcë e parë politike